Përshëndetje, minutazh në radhës, Edvin, përshëndetje. Përshëndetje Gjergji. E bëm çik si serial, po. Jo, pse? Telenovela ka vënë vet, minutazhi ka vënë vet, podcastet vetin. Sot është kënaqësi e veçantë sepse jemi me Rezart Dabullën. Davi. Përshëndetje, përshëndetje. Davi, ne jemi këtu në Hotel Letër, administratori është vini i hotelit. E ka ndërtuar me duart e tij këtë gjë që shef këtu. Dhe ky rooftop është i bukur, pa me bukur. Shumë e bukur, kënaqësi që jemi në këtë ambient të këndshëm. Si e gjitha jona podcast. Biznesi si ka ecë? Se Biznesi njerëzit nuk e din. Biznesi ecën mirë. Që akoma kanë një perceptim nga njerëzit që ti merresh vetëm me hallën e Tiranës. Se deri në hallën e Tiranës, edhe njerëzit mendojnë që ti paguash për hallën e Tiranës. Dërgoj që ke një biznes apo ja? Kam një biznes, ka bë shumë, domethënë, mbi kjo kur kam në sportin jam filluar të merrem me këtë punë, po. Dhe besoj që deri diku për familje, i shërben familjeve. I shërben familje, po është biznes me Tutokaza. Është biznes për të plotësuar nevojat familjare me enguzhine, me aksesorë të ndryshëm, elektrike, për zbukurime.